Nëse kthehemi tek argumenti i sotshëm. Deputetët sot kanë qenë gjithkohës në terror pa parë. Sepse kuptuan të ardhmen e tyre. Të afërt dhe të largët. Gjithë operacioni sot me protestuesve ishte të luajmë si maca me miun dhe ju bëj qartë gjithëve që kur arrestohet Albeni, kur arrestohet Genci, kur arrestohen këta qytetarë që u arreston, tini të bindur për diçka, po tini të bindur shumë për këtë që po e them. Asgjë na e ndjen fare. Neve kur arrestohemi. As ata. Ne ishim dekorata këto. Do kemi që të tregojmë brezave të ardhshëm. Më kuptove logjikën. Okej, jam dakord. Jo, prita marrë. Më fal. Jam dakord. Qëllimi jon është të diskreditojmë policinë botërisht. Po më duket se po harrojmë dhimbjen valla. Po jo, pra ti s'të po kuptoj. Që ta bëjmë pak edhe në fond. Ti s'po kuptojmë. Kjo është luftë më burrë. Edhe mund ta marrë më shumë burg. Edhe mund ta godasin më shumë. Po kalojnë ato gjëra që kemi fol prej muajsh avokat, po kalojnë gjithë ato ligjet për paketën e maleve, paketën Ku kaloi paketa maleve? Po bëhen gjithë konkrete gjithë gjërat. Ai çoi fadromat aty. Pse ajo mendon ti se është në favorin tonë ajo gjëja aty që u krenu Rama direkt pas takimit që pati atje. Që s'dori asnjë me fol kundër. Që ka rob që shesin dhe fëmijët e tyre në Shqipëri ka. Që s'ka burra në këtë vend theth e kuptuam që s'kishte burra, se kishte gra, po jo burra. Gra kishte, trime. Këto janë probleme që ne i kemi si vend. Ajo që është e vërtetë, që Rama po çmontohet. Të gjitha gjërat që po bën janë të çmontueshme. Të gjitha veprimet që po bën janë të çmontueshme. Të gjitha. Marrëveshje sot, a kaloi marrëveshje? Po priti sekond, prit. Me radhë. Me radhë si bën e lomsh. Një drejtor policie, komisariat numër 1, po çmenin policë, po çmenin këtë, po çmenin jo pas policë, më nuk kisha për deputetët, më. Një sekond. Atë po thoj. Operacioni me policinë, operacioni me policinë sot kishte vetëm një objektiv, të çorodisim deputetin, që të ketë frikë me dalë në rrugë. Pra nuk ishte me policin. Polici është instrumenti. Thelbi është deputeti. Deputetët duhet mendojnë që ka ardhur një ditë e zezë për ta. Ka ardhur një ditë që të kenë frikë me dalë në rrugë. Se mund të hajnë ke pallati, ke lagja, ke bulevardi, ke parlamenti, Domaten, Kastravecin. Jam shumë dakord me këtë, po a është kjo ajo se çka na intereson ne më shumë se sa Shqipëria? Po më fal, po jo. Më fal, po si do fitosh Shqipërinë ti? Si do fitosh Shqipërinë? Duke çmontuar sistemin për ditë kaq. Po ligjet po kalojnë aty. Cilat ligje më burrë? Ma thoni për këtë gjë. Cilat ligje janë të kalueshme, të cilat nuk thehen mbrapsht? Më thuaj një. Një. Ç'a botani? Ç'a fitu nga ajo që pati këtë takimin Rama në Bruksel, që takoi edhe Marta Kosin. Si the ti? Po. Ç'ai thënë ata ti? Ç'ai thënë? Që ti me këto ligje nuk futesh në Evropë, thon. Me këto ligje jo, do t'i ndryshosh. Fjalë për fjalë, gëm për gëm. 24-21 i kanë thënë tekstualisht. Ti nuk futesh, do ta ndryshosh. I kanë thënë profesorët ai, nuk futesh me do ta ndryshosh. Ky çon tash ndryshime. Pa ti kanë për të arzuar se si ka bërë transparente, ka një procedurë për t'i bërë. Fillimisht do t'i bësh këtu, do bësh konsultimin publik sipas konventës së Aarhusit. Po këtë duhet t'ia sqarojmë njerëzve pra. Këtë duhet flasim. Po ti ti bëre lëmsh ti kum çove aty, unë isha këtu. Pritë valla me radh, se s'ka marrua akoma argumente. Ko një polici, një që e ka polici. Jo, po ndërtojmë modelet valla. Po i mësojmë, ky është proces trajnimi. Çdo të proces po trajnojmë policinë. Po i themi policisë, do përfundoni si Ervin Veza. Të gjithë. Pra, mos u identifikoni me Ervin Vezën. Po e identifikojmë Ervin Vezën që ta mësojnë gjithë policët se si përfundojnë në karrierë, si do zhdukën karriera, të gjithë jetës, të oficerëve e policisë do bëjnë vegla të regjimit Ramës. Po ne po bëjmë një procedurë që quhet demontim i armëve të armikut. Më kupton logjikën. Dhe Ervin Veza nuk është një talli që ne po bëjmë shef policie. Është strategji politike, por në terma teknik thonjza dhe ushtarake, për të demontuar armët e armikut. Pra, kur Rama i thot njerëzve, bëni si Ervin Veza, ne thëmë bëni po ja umati si Ervin Veza. E kuptove logjikën. Pra Rama i thot shefëve policisë, bëni dhe u si Ervin Veza. Ne i themi, po u bë si Ervin Veza, do digjeni për gjithmonë, dhe do bëni karagjos si ky. Dhe karma asaj vezet, që unë e theksoj gjithmonë, ka të bëjë me mesazhe simbolike të një lufte. Gjithë lufta ka nevojë për simbolika. Për shembull, Bashkimi Sovjetik dekoronte një snajpere femër që kishte vrarë kaq gjerman. Se dim sa kishte vrarë, pa shumë nxirtë ajo. Gjermanët dekoronin një snajper gjerman, kolonel, i jepshin kryqin e artë për treguar tjerëve shikonin. Këto janë teknika lufte vëlla. Që do dëgjosh armikun, do krijosh herojnë të tu etj etj. Këto skena, të gjitha
Kishin vetëm një objektiv prej 4 javësh. Kanë menduar njerëzit që ne do shkojmë në parlament ta lëmë ligjin, kanë mend në kokë me 200 veta do e bëjmë ne këtë punë. Si thaj me brikën e Salepit do luftosh fashizmin ti. Ne shkojmë me proces konkret të bindim deputetin që jeta e tij ka ndryshuar. Ai nuk është më ai trimi që del rrugëve. Ai duhet të jetë një dhjaks që fshihet rrugëve. Dhe ky është një mesazh që e kupton çdo shqiptar kur shofi deputetin. Hemë, po ta e trashtojnë dhe veten. Pra e ke pasur Ervin Hoxhën, ish ministri i brendshëm, si e trajton njerëz si qen, e kanë futur tek kënga në mënyrë veçantë. Si legend iku, si qen duke vrapu. Çfarë janë gjitha këto? Ej, ç'është evolucioni? Do të thosh po ç'i duhet shqiptarëve? Jo pra, kjo është luftë. Ne po çmontojmë ushtrinë e armikut. Po shkatërrojmë detashmentin kryesor që ka Rama, deputeti, sa i ka në dorë, edhe zgjedhje parakoshme, edhe rrezimin e qeverive, edhe miratimin e ligjeve. Nuk ka oficer më të rëndësishëm këtë luftë sa deputeti. Ne duhet të çmontojmë deputetin. Duhet ta bëjmë deputetin që të jetë i paftë për të zbatuar urdhat verbër kundër Shqipërisë. Ti vi një moment që ti vinë majt hunës. E kuptove logjikën. Dhe kjo po vjen. Pse? Se strategjia ka qenë e tillë. Strategjia ka qenë me vezë, me domate, si çfarë të bëjnë. Tani mbaron parlamenti, apo? Flitet që mund Ku do shkojnë? Thonë që mund vazhdojë edhe javën tjetër, ku di. Da 30. E kemi fokus, nëse. Tani mendoj pak deputetin. Ka bërë gati pushimet apo angusht. Dhe këta i kanë nga 3 ditë. Mund të ketë edhe të njëjtën thua, por Va, balla tha. Tash pushimet deputetit kanë 31 ditë. Si kanë si të tjerët. Dhe i kanë gjitha në vitet më të shtrenjta. Ma kupton logjikën. Po jo të gjithë kanë vitet më të shtrenjta, se kanë dhe vita komunitare. Te çka ka ndodhur një fenomen. Në vitet të shtrenjta nuk jeton paria komuniste. Jeton edhe ropsh që kanë biznes. I ke pa që fëmijët e gjithë njerëzit pasur janë protestë. E ke vëre këtë gjë? Si shpjegohet? Ka humbur kontrolli i autoritetit familjar. Njerëz vinë me shoqërinë. Më shumë kanë shokun, referenca prindit. Dhe këta deputet, Po më shumë me shoku rrie, se pranojnë më shoqëni. kur tani këta deputet kishin planifikuar që gjatë kohës pushimeve të krekosishin rrugëve të Shqipërisë. Këta veç Turqin mund të fshihen. Po pse në Turqi s'ka shqiptar? Ndoshta më shumë se në Shqipëri. Po mund të hajnë domate në Turqi. Po ti mund ta shohësh duke ecur në bulevardet në Champs-Élysées, në Paris, dhe ta haj prap domatën. Pra, po krijohet një fenomen i ri që populli me mosbindje vetë civile po degeneron ushtrinë e armikut, po ja bën ferr jetën. Dhe kje parasysh që kjo është strategji lufte. Pra, ç'është strategjia e luftës? Nuk është luftë me armë. Është mosbindje civile. Kush mund të drejtojë këtë strategji? Ushtarakët. Ata marrin vesh nga kjo punë. Dhe janë në gjendje ta menaxhojnë këtë punë. Dhe një nga dhuratat që ka marrë kjo protestë ka qenë edhe ca personazhe të Tangoxhe, me Çan Zoto, Kenar Ahmeti. Kuptove logjikën. Të cilët kanë funksione detyra që të koordinojnë, menaxhojnë, arsye pse ja arreston Rama ata, e di dikush është me Çanin dhe Dritanin, se ne e kemi kërkuar krenarit mos vinë në këto momente, të rilar. Se mund të ndodhë një gjë që mund ta arreston. Jo, është më shumë se aq. Në luftë ka në ball, ka dhe rezervë, se ja u arrestuan për 10 ditë. Dhe koncepti është që arsye vetëm që arrestojnë dikush është të heqin protestës komandantët që ruajnë qetësinë, që të përdorin dhunën. E kuptove logjikën.